kam bërë mungesat e Kadelse, kam marrë malli të vi. Gjëja e parë është që mua më pret Katrina dhe kjo është shenja e parë që do jem rehat. Po më tregonte se e pyes me shumë dashuri të vërtet njerëzore, sepse kur unë dua njerëzit i dua shumë siç janë, sepse e kanë çështje kimie. Më gjithë me njëherë rri, bëj muhabet dhe më shijon personi që ka gjën. Jo vetëm gjëja, marka, produkti, shërbimi, por kur është njeriu që e din se çfarë do të bëjë siç është Katrina, unë e di që është sigurt një histori njerëzore, suksesi, por dhe miqësie, dhe duket që kështu do jetë. Kisha në 2 javë ca pa ardhur tek Kadelse, mua më mungonte, ka qenë maratona zgjedhore, ka qenë një javë e gjatë, edhe kjo e fundit. Jam siç e kam nis ditën diku nga ora 10, tani jemi në mbasdite pas disa takimeve që nuk bëj dot gjatë javës, gjithmonë fundjava vjen kështu. Edhe kam ardhur i qartë se çfarë dua këtu. Do bëj një masazh të ngrohtë. Kur them ngrohtë, flas temperaturë të ngrohtë. Por celulitin që më duhet gjithmonë, si shqiptar, që i të bëjmë gjërat momentin e fundit, muajt e fundit, para plazhit, edhe pavarësisht se do duhet ta bënim gjithë vitin, nuk ja arrim. I kam thënë sot Katrinës do vita Kadelse për të marrë ato shërbimet e tjera, përveç flokëve, përveç Tokios, përveç terapisë etj. Duhet bëjmë këto anticelulitet dhe më ka marrë ca gjëra fantastike sipas asaj që shoh, që janë vajrat edhe disa gjëra për anticelulitin që e kemi të gjithë. S'është asgjë e jashtëzakonshme ta thuash, edhe që gjithmonë do jetë dhe gjithmonë duhet të mbajtur aq sa mundemi, sa kohë kemi. Por ku ke produktin e dur, ku ke profesionistët e dur, është 2 fishë shpejtësisë në efekt, se mos për ne që vrapojmë. Kështu që mua më kishte mungu, inshallah 2-3 orë këtu do jenë ato 2-3 orë që më japin një raport me veten dhe shoqëri që kemi mundësi të bëjmë këtë. Por nuk është luks, e them gjithmonë. Është mirëqenie, është kurimi, është gjëja e parë që të çon te vetbesimi. Edhe nuk ka dytë, ka një dimension që e them me miq. Një gjë është të dukesh bukur, një gjë është të ndjehesh mirë. Mund të dukesh bukur, por nuk ndjehesh mirë. Që të ndjehesh mirë është të dish të bësh gjërat e dukura për veten tënde me produkte cilësore që nuk negociohen, me profesionistët që nuk negociohen dhe me njerëz dhe me marka të cilat janë si kjo këtu e Katrinës dhe Adelses, që në fakt nuk bën pazar me cilësinë. Edhe ka ardhur nga bota perëndimore në Shqipëri dhe nuk bën pazar as me energjinë, vazhdon të jetë pozitive. Ka vështirësi në Shqipëri. Pa e thot, më mirë është bërë përsëri. Mirë, kjo është ca nga shtuna ime, e ndarë këtu. Enjoy!